nuk është më 2000. Pse s'kanë të drejtë të kërkojnë, ore, na trego çfarë do bësh se mund të bëhet një golemi dytë, nuk duam ta golemizojmë gjithë Shqipërinë. A kanë këtë lloj të drejtë ta kërkojnë? Shiko, për të ndërtuar një gjë, dakor, nuk po ndërtohet, nuk është njëri kundër zhvillimit. Në fund i ke dhënë votat një qeverie, dhe ai qeveria bën si ti do qefi pa transparencë, po të doj. Pa pikë në transparencë, absolutisht. Ligji nuk është tjetër gjë pastaj se sa demokratike është as është. Dhe demokracia s'është aq shumë e tjerë. Por problemi është ky, që në kohën që bën një projekt, në kohën që ke një qëllim, që ke një gjë që po bën rrugë, po ndërton rrugës, vallë duhet shkosh derë më derë të çdo shqiptar dhe ti thua shiko si e kam këtë punën këtu. Ne na duheshin 4 miliard vjet për të shkuar në Bashkimin Evropian, ose për të zhvilluar, ose për të pas bukë për të ngrënë. Nëse do i shkosh secilit te këta protestues ose te gjithë njerëzit dhe thuash kam këtë lloj gruri. Si thua ti, këtë të mbjell apo këtë të mbjell? Jo i thot këtë, ai ti thot atë. Në ngelimi pa bukë, unë i dash. Ore qeveria është bërë për të ekzekutuar.